Xhirimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Sektori qendron pranë drejtorisë për hetime me trafikim narkotik, pas marrjes së disa informacioneve në baza operative, kemi arritur të identifikojmë një lokacion ku është dyshuar se ka substanca narkotike dhe armë. Përveç se u gjet substanca narkotike është hasë në dyshim edhe keqpërdorim apo si të them vjedhje të rrymës, janë ftuar thirrë edhe punonësit përkatës, të cilët janë dalë nga ngjarjes të keqit. Në të hyrë, me njerë kemi hasë substancë, shifet ku është mbetje substancës narkotike të lloj marijuana në tokë. Në atë pjesë, shifet se edhe këtu ka mbetje, shumë të vogla, ku është përpunu këtë tavoline. Janë edhe mjetet cilat ka hy gjithë si shirit. Edhe substanca sasi më të madhe është gjetë këtë lokacion. Ta janë dy thast me substancë, cilat kanë qenë këtë pozicion volume me thast peletit. Dyshohet se edhe kjo goma është e mushne, edhe ka qenë e palume dhe mbulume afër të në dy thasve. Dy thast substancë, që dyshohet shihet, edhe në bazë shiqimit shihet se është e kvalitetit shumë të mirë, substanca. Kanë qenë volume me edhe kamuflume me pelet. Shihen edhe disa mjete cilat shërbejnë për hapjen e gomës, cilat janë gjitha këto mjete, që ka dëshojmë se marijuana është paketuar gomë këtu në këtë vend, për me hecë për trafikim. Janë edhe mjete tjera, është peshorja, shihet peshorja, kjo ena, janë edhe këto mjete tjera foli, gjitha ka qenë këtë pako që kemi në mjete tjera shirit. Një person shtetas është i Kosovës, po dyshohet që ka shtetësi të Austrisë për momentin është gjetë në shtëpi, ndërsa edhe një person i dyshuar nuk është gjetë në shtëpi dhe nuk është paraqit në shtëpi. Kënë dëshmi tjera është pjesa e garazhës, ndërsa këtu në shtëpi mbrana është gjetë dhe me tani një armë, poshtë e zëregjis, edhe disa pishek. Pushka veç shihet, për nuk e kemi largu për dhe në ngjarjes derisa forenzika të bën shiqimin edhe konfiskimin, fotografimin. Tash jem të shtëpia tjetër, njëjtit të dyshuar. Këtë shtëpi gjatë kontrollimit të zgjetë edhe një armë e gjuetisë. Shkojmë në vend ngjarjes e shiqojmë. Kjo roma ku është gjetë arma e gjuetisë. Edhe shihen, i kemi edhe predhat e armës. Ashtu edhe qysh dyshuar, veç po shihet, me të hapën pak nivelin e gomës, shihet se ka substancë narkotike brenda.
Jena dhe në përfundim të operacionit, dëshmit cilat o gjetën në gomë janë këto, 25 paketime. Gjithsej edhe 2 thas tjerë, si që pa ma herët jënë gjetë. Tjetër është gjetë 2 armë gjëhetis, sbashko me 56 preva po fishek të armë ty në gjëhetis. Gjithashtu jënë gjetë dhe konfisku mjetet tjera për punimin dhe paketimin e substancës dëshuar. Tashme që jena në fund të operacionit, përbohet sekustrimi i donave dëshim.